Rreth rrotullimit në hyrje të Shkodrës vjen të mbetet një nga pikat më problematike për qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e këmbësoreve. Banorët dhe kalimtarët shprehen të shqetësuar për mungesën e sigurisë në këtë segment rrugor, ku rreziku për aksidente konsiderohet i lartë. Sipas qytetarëve, mos respektimi i rregullave të qarkullimit nga këmbësorët, por edhe lëvizja me shpejtësi mbi normat e lejuara nga drejtuesit e mjeteve e kthen këtë zonë një pikë të rrezikshme. Sipas tyre, në këtë zonë janë regjistruar edhe disa raste aksidentesh ku këmbësorët janë përplasur nga mjetet, duke rritur frikën dhe pasigurinë tek kalimtarët. Shumë. Ka kenë mi kalim, pa kanë morë komunistat dhe tash nuk e bajnë, se këtu rrezik me vdek 10 në ditë. Ajshe, ka kenë rruga e bypassit, ma thonë, për me dalë të ure e bunës e vjetra, treni e punës vjen për ditë. Na lona, shojmë, të rrezje, vjen tjetra këtu, tjetra kënej. E kanë mori këtë rujën këtu, si pim kafe në një aty, me kartuqe i shkretjen ka zona atje, ka pështu këtej. Po zotën rrezikshme është me se kalem qire, tu s'kanë mu për shamu vjetë bordha, në kalem vajtë me djava. Por e 4 ditëve, ishin i qështë për burë i grutë bu shumë, që të i morë para një ma unë e molle. Për nej, du të me bote dhe i sanë për këtë rrugë. Edhe ka raste, kanë shkapet edhe njerëzit, që dojnë me hi për shamu këtu, të ta klubit këtu për shamu, dojnë me kalari ka pedenalja, e të becë, shkuj ti për shamu të zinë, që burë mosh, nuk din. Edhe ka nuk shumë gjara qia i do. Edhe me drasht me kalu, me pas frikë me kalu. Po me pas të shtetit të bendu, me pas taman vjetë si duhet, edhe shvejet dalen. Tu s'ka vjetë bardha, syre. Nuk ka. Andaj, të me marrë shtetin këtë punë ndorë. Me afrimin e sezonit veror dhe rritjen e numrit të automjeteve që hynë në qytet përmes bypassit, shqetësimet pritet të shtohen edhe më tej, ndërsa qytetarët kërkojnë ndërhyrje dhe masa konkrete për rritjen e sigurisë rrugore në këtë aks.